Më në fund demokratët gjetën tradhtarin e fundit, gjetën njeriun I cili I ka sabotuar, ju ka prishur punë shumë. Gjetën atë të fundit tradhtar të shpallur. Në përgjithësi sot Partia Demokratike Berishkët, Partia Demokratike e Sali Berishës, ka më tepër tradhtar se sa antar partijet. Dhe normalisht është në mentalitetin e tyre ku bazohet pikërisht njeriu I ri, vepra më e shkëlqyer e partisë. Partia Demokratike trashëgon në mënyrë të sintetizuar pikërisht këtë prodhim të këtij lloji njeriu. Njeri I cili sigurisht ka në ADN-n e tij luftën e klasave, shpalljen e tradhtarëve, armikun e klasës, armikun e partisë, armikun e grupit, armikun këta shpalljen e tradhtarëve. Çfarë nuk shpallin këta. Po dëgjoja sot marrëzirat e një poete politike, diku nga veriu, që me që edhe poezit I ka idiotet, duhesh patjetër që idiotizmin e poezive të saj ta fuste edhe në politik, që po merresh me groteskun e pikërisht kësaj teorie edhe praktike në partinë e Berishkëve sot, partinë demokratike pa demokrat brenda. Dashula ju ka prishur gjitha punët sot. Dashula nuk e akuzojnë dot as për të, si më thënë, as për hajn, as për të korruptuar. Ka qenë I prokuror I ndershëm I shkreti dhe ka vazhduar të jetë. Ka bërë opozitarin, ju ka dhënë edhe vota, ka bërë sakrificat e veta, pastaj partia, shoku Ramiz, shoku Enver, ose shoku Sali, si më thënë, dhe partia demokratike e sekretarit partisë Sali Berisha, e gjetit pa përshtatshëm Dashula. Dashula ka bërë përpjekjet e veta, ka kundërshtuar me sa ka mundur regjimin e Ramës edhe majorancën, ka bërë kritika sa ka mundur, edhe sigurisht që këtë lloj kritikave ka marrë edhe feedbackun nga majmunati I Partisë Demokratike, nga ky prodhimi më special I Partisë Punës Shqipërisë. Që sigurisht është prodhim special vetë Sali Berisha, por dhe ata që përshtaten edhe që mbrojnë praktikën dhe teorinë e Sali Berishës në Partinë Demokratike janë berishkët. Edhe normalisht, duke qenë Hasana Baraba, Derbederët, që thotë Noli, ata patjetër do të trashëgojnë këtë, dhe Dashula do ishte armiku I madh I tyre. Ata e gjetën tash, Dashula u bëri kryeinspektorin e Edi Ramës. Shikoni tradhtarin. Fakti Edi Rama ka hesabet e veta, në këtë lloj drejtimi, por ajo që duhet them unë edhe që duhet ta trajtoj si pjesë historike ishte historia e Ahmet Zogut me Mirash Ivanajn. Sigurisht që Ahmet Zogu nuk duhet ta krahasoj me Edi Ramën edhe Mirash Ivanajn me Dashulën. Kanë diferenca. Por du të krahasoj fenomenin. Mirash Ivanaj ishte një nga personat më kritik në çështjet arsimore të regjimit të Zogut. Shkruante artikuj, kritikonte organizimin, kritikonte arsimin e asaj kohe, donte më kombëtar, po e donte njëkohësisht edhe më profesional, e donte jashtë religioneve dhe e donte me ndikim perëndimor edhe një element I cili sigurisht përbënte përparimin për atë kohë. Dhe Mirash Ivanaj ishte një nga profesorët më të mirë gjimnazit Shkodrës. Këtë e di jo vetëm nga historia, po e di dhe sepse ka qenë profesor I Timeti, I babës tim. Edhe nga shumë element tjerë, po në gjimnazin e Shkodrës, në atë kohë, të cilët bile ishin të lidhur me të majtën, edhe profesor Ivanajn e donin shumë. Sepse sigurisht ishte për arsimin kombëtar, sigurisht ishte patriot, sigurisht ishte njëri I cili donte që arsimi në Shqipëri të prosperonte, ishte I barazvlefshëm me perëndimin. Dhe ky njeri kaq kritik me Zogun, një ditë bukur I vinë 2 oficerë edhe I thonë do vishin me ne në Tiranë, por nuk e sqarojnë për çfarë. Dhe Mirash Ivanaj e merr sikur po arrestojnë, po e çojnë në burg në Tiranë. Gjatë gjithë rrugës as tenton të flasë, ata s'po jepnin as llogari. Në fundit ai ishin oficerë që kishin thënë
shkoni gjeni filane në binin Tiranë. Rreziku po e mendonte veten burgosur tash. Çojnë në një vend, në një zyrë, edhe pa prit mas natë zyrë që i kishte rri aty tash. Hyn general Arenitasi, ose ordinanca generali që i shoqëronte zogun. Ky e njeh më herë, thotë, profesor, si ke punën? Mirë, thotë. Po, si dukesh? Mirë, thotë. Din për çka? Nuk sa, të nxjerrin para gjyqit, nuk e di. Çfarë gjyqit më thotë, e mirë në mend ti. Më kujtova tha se do të jesh vesh, mos më ka lemruar kush. Por të pret latmania, të pret zogu. Po nuk më thanën më gjë, më kujtova se po më arrestojnë. Po të arrestojnë, po për çfarë? Po ja për shkrimet në gazetë. Shkrimet në gazetë po më thotë se i kundërshtar, po problemi është se nuk kanë ardhur të arrestu, po se po të pret latmania. Sigurisht blen një kostum edhe futet shkon ke latmania dhe e tregon tash që e gjen gjithmonë me atë pipën duke pi cigare, thotë, hajde profesor, si ai e mirë. Shumë të bukura ato shkrimet ato. Nuk bëhet Shqipëria me shkrimet, as me kritika, bëhet me kontribut. Unë duhet që t'jap kontribut, ashtu dashke bësh kontributin. Po shumë bukur thotë atëherë, ato që ke shkruajt aty, ato mendime që ke në shkrim, ato kritika që ke bërë, hajde vendosin një tu dhe unë po të propozoj të bësh ministrin e arsimit. Tash më i bino që po të ketë qenë Sali Berisha aty do kishte thënë, tradhtar, ti meriton të vritesh, ti na ke tradhtuar ne. Sepse sigurisht Sali Berisha nuk është produkt i zogut. Ai nuk ka përqen kur produkt i zogut edhe asaj kaste. Sali Berisha është produkt i diktaturës proletariatit, spion leqeve, sigurimit shtetit dhe partisë, po hanrakut partisë punë e Shqipërisë. Njerëzve të hurit e të litarit, të cilët sot sigurisht janë kushtëzuar ke një parti pron e Sali Berishës o sekretarit partisë, i cili nuk hoqi dorë kurrë, as nga lufta e klasëve, as nga diktatura e proletariatit, as nga linçimi, shpallja e tradhtarëve. Edhe Berishkët tash e gjetën tradhtarin e madh, Dash Sulën. Njeriu i cili sigurisht i ka quar në tradhti demokratët e famshëm të komunistit dhe folk bolshevikut Sali Berisha. Dash Sula është fajtori që këta liliput politike dhe derbeder që thote Noli ose Hasan Barabat, jo vetëm që duan që ta djegin Shqipërinë edhe ta, siç kanë Molotovët kanë edhe mendimet këta, por njëkohësisht besojnë se një i çmendur bolshevik, që më thënë komunist i pandrejshëm dhe folk bolshevik, folklorik, shpellar bolshevik, si Sali Berisha mund t'i nxjerrë e t'i bëj perëndimor këta tipat. E fajin ju ka Dash Sula. Unë e di nëse e ka me qëllim, apo qëllim, po qëllimi i mirë është i Dash Sulës. Nuk e di shumë me Edi Rama përdor kështu elementesh dhe ka bërë shpeshherë veprime të tilla, mund t'i besohen, do që t'i ngjajë dikujt, të marrë përsipër që t'i ngjajë dikujt. Problemi është se ke Dashi jam i bindur, e ka seriozisht. Nuk e di e ka seriozisht Edi Rama. Problemi qëndron që Partia Demokratike gjen tradhtarët në vetë. Edhe ky ishte tradhtari i fundit që gjeti Sali Berisha, edhe duke bërë dhe humor, se është edhe humorist i madh, ka krahinën humoriste, sidomos katunën e tij Vigjidolin, ta njëjtën e dy kanë bërë humor ata. Tash nuk është më puthu me Emilion, po puthu me Dashin. Pastaj ja plasën qesh, gjithë ata gazetarët dhe gazetaricat që për të mbuluar hapësirat s'kan bën, nuk mund të bëjnë gjë tjetër vetëm se e mbushin me Berish. Berish sot, Berish para dite, Berish mas dite, Berish në darkë, Berish para gjumit, Berish mas gjumit, i këtë punë kanë, i rrinë aty e flet barrina dhe këta i transmetojnë. Dakord, miqtë e mi, Dashi tashma është tradhtari par excellence i fundit i Partisë Demokratike.